ke ardhur ti këtu? Jo për të ofenduar nga femrat. Një sekond. Prit Jo nga ligësia asaj. Prit një. Duhet të zbresësh një marrë të këtë gjë tënde. Unë e di se si e ti dhe është... Po, ti do t'ja përshkoj njerëzve të të shohin se sa e mrekullueshme e ti si gocë. Dhe nëse ti ecën me këtë ritëm këtu brenda, do super lodhesh. Dhe unë nuk duaj që këtë gjë të ndodhë me ty. Me gjithë zemër të them. Nuk duaj që ti të konsumohesh nga ky realitet që ke këtu brenda. Se Big Brother ky është. Nuk e ndryshon dot çka kemi në shtëpi, as ti as unë. Unë duaj që ti t'i marrësh kësaj gjës më të mirën e mundshme. Dhe duaj që ti ta bësh këtë duke ruajtur veten. Nuk mundesh ta... E di sa shumë gjëra të ngjashme kam unë me ty? Por nëse ti bën këtu këtë gjë, do lodhesh veten tënde. A ti nuk ke pse ti jesh një eksperiencë të backfire. Duhet të jesh në këtë jetën e këtushme, si një vajzë super interesante që ti je dhe përfaqëson atje jashtë. Jepi njerëzve kohë ta dinë se kush je. S'kujt do jap kohë vetes, edhe me këta nuk... Njerëzve atje jashtë, jo njerëzve këtu brenda. Po flas për njerëzit atje jashtë, jo për njerëzit këtu. Tu s'ke nevojë të japësh as kohë njeriu as asgjë. Por duhet ta ruash veten tënde. Unë nuk dua që të bezdis, as që ta teproj, por besoj që të kuptoj, nda jam afër teje kur të shoh në kështu lloj situatash. Ta vlerësoj sinqerisht. Kështu që më duhet ta ruash veten tënde dhe ti të kesh këtu brenda, e di që është eksperiencë e vështirë, ti nuk e ke idenë si ndjem.